Unë njerë gjithë partive juroj suksese, jemi paktën formalisht me një sistem demokratik që lejohen partit, pavarësisht nga kufizimet që i bëjnë, juroj suksese. E para. E dyta, ne nuk mund të klasifikona ke partit e reja, përkundazi mund t'jena partia me vjetër në Shqipëri që me 24 dhjetorë kena festu 100 vjetorin e triumfit të legalitetit. Partia edhe lëvizja për zhvillim kombëtar është 20 vjeçare, kështu që ne kemi edhe përvojën e një partije që ka punu dhe ka kontribu për shtetin shqiptar, por edhe një parti e kriju me por nga mbreti Leka i parë, që ne synimin edhe logoja jonë, edhe slogani jonë, është Shqipëria e para. Dhe këte besoj që ndoshta e besojnë shumë shqiptarë, sepse ne nuk e kemi kërkuar demokracinë për thjesht për një mirëqenje, po e kena kërkuar demokracinë edhe për Shqipërinë, edhe për shqiptarët që ta gëzojnë. Dhe sikur e nisa në fillim që demokracia ka psuar një regres të jashtëzakonshëm, po të kemi parasysh edhe atë fjalën që thatë ju në reklama. Realisht në Partitë Socialiste jemi kundërshtar politik, por ama duhet të themi që në vitet e parë të pluralizmit, si Partia Socialiste, si Partia Demokratike, kriter kishin, domethënë individin, që kishte një formim në të gjitha fushat e jetës, sa atje në Kuvendin e Shqipërisë prodhohen ligjet. Dhe ishin, pra kriteri parë të ishin profesor, doktor, me titull shkencor. Dhe shife, domethënë, po t'i bëjmë një krahasim. Merr një foto, edhe ndoshta mund ta dërgoj, një foto të deputetëve në vitin 1925. A nuk krahasohen, vetëm një foto. Nuk i krahasohen dot ata as me Falë, ti marr pak me radhë. As me të 85-s, as me të 100 vjet më parë merr foton e deputetëve të Shqipërisë dhe 2025-s deputetët e sotëm. Një. Prap merre deputetët e legjislaturave të para 92 deri në 2005 merri me ditët e sotme. Pse? Sepse ka degraduar demokracia. Nuk vendosen njerëzit që kanë dije, që i shërben Shqipërisë, por vendosen persona që i bindën kryetarëve të partive. Dhe prandaj gjithë procesi ka devijuar në këtë shkallë. Thonë partitë e vogla, edhe ju çuditërisht e keni vënë edhe titulli. Shtohet pyetja, Partia Demokratike pse i merr 25 salat vegjël, ku s'kan as i vlerë këto, ku prodhojnë hiç? Pse i merr? Pra se kanë. Po e kanë bërë ligjin që t'jenë pushtet se 35 vjet 2 parti. 25 vjet ishte vetëm një parti i monopol. Dhe ja pa në harën shqiptarë dhe Shqipëria për 25 vjet, që a prodhoj? Që i vinte turp, me thanë se jemi shqiptarë. Dhe tani ka 35 vjet që jenë 2 parti. Që mos lejohet hapet tregu. Ju, ndoshta si ju dëshiron kush, po jeni televizion. Problemi është pra, nëse do ta kufizojmë që në tregun mediatik t'jenë 2 televizione, e i shërben ati misioni që ka media? Misionit jo, po pushtetit i shërben. Pushtetit synon, atë synon. Po pikrisht pra, atëhere ne pikrisht konkurrojmë në këto zgjedhje, vetëm, së bashku me një grupim të ri, se kjo e kemi pak grupimin e ri, jemi përpjekur që dalim në koalicion të bashkona rreth disa parimeve demokratike, edhe vetëm me ndryshimin e kodit zgjedhor, opozita dilte në mazhorancë.